Horizon nga Leonard Koja në Window Radio.de. Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se takohemi sërish së bashku në Horizon në puntatën e radhës. Sot është data 10 korrik 2026 dhe ne jemi sërish së bashku këtu live nga studio qendrore në Gjermani. Unë jam Leonardi, si në çdo puntat Horizon. Miqtë e mi, pra sot në Horizon do jetë emisioni i fundit për këtë sezon, pra sepse në datën 15 korrik në radio, pra do mbyllim sezonin e rregullt të emisioneve dhe për të vazhduar sërish në shtator. Por kjo nuk do të thotë që ne do shkëputemi fare, sepse do përpiqemi të ketë edhe emisione verore dhe emisione të ndryshme në Window Radio. Duke dëshiruar dhe uruar që të jeni të gjithë mirë, unë ju falenderoj shumë përzemërsisht ju që na ndiqni, që na suportoni, na përkrahani, pra jeni vërtet të mrekullueshëm dhe shpresoj që edhe ne të jemi në lartësinë e duhur që të jemi sa më pranë jush me muzikën apo me emisionet tona. Sinqerisht unë duhet të falenderoj çdo dëgjues sepse më thënë të drejtën kemi vënë re që në radio, pra përmes platformave, në servera janë shtuar jashtëzakonisht shumë dëgjuesit dhe për këtë ju jemi mirënjohës pafund, ku më thënë të drejtën Window Radio ka arritur aty ku edhe ne si staf nuk e kishim menduar që do arrinim kaq shpejt. Por sinqerisht ju falenderoj të gjithë dhe u jemi mirënjohës pafund dhe shpresojmë që mos t'ju zhgënjejmë asnjëherë, por të jemi gjithmonë për ju dhe pranë jush. Miqtë e mi, unë do të rikujtoj si gjithmonë pra mundësinë se ku mund të na ndiqni emisionin live apo ku ndiqet Window Radio për të gjithë ata që janë dëgjues të rinj. Window Radio pra ndiqet përmes website-it zyrtar të saj windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin, informacionin e fundit dhe të dëgjoni edhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radio Store. Po ashtu ne jemi në Radio Box, në TuneIn, në Mindtuner, Radio Shqip, radio.net.it, pra jemi në mbi 20 platforma transmetimi ndërkombëtare të radiove, pra mjafton që ju të keni ndonjë nga këto platformat apo të kërkoni Window Radio.de dhe ju mund të na ndiqni përmes çdo pajisje, pra Android, Apple Store, pra kudo që ju mund të dëshironi, në makinë, në shtëpi, pra në çdo pajisje Window Radio mund të ndiqet dhe aty mund të ndiqni muzikën dhe emisionet tona. Po ashtu jemi edhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de, ku ju këtu mund të komentonim dhe ne nëse do kemi kohë apo do ketë një pyetje të veçantë për të ftuarin që ne kemi sonde, do përzgjedhim gjithmonë në varësi të kohës. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisioni është në ritransmetim në radio në orën 3 pas mesnatë në orën e Evropës ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Ndaj është menduar kjo orar pak i vonë për Evropën, por përpiqemi të jemi edhe për dëgjuesit në Amerikë dhe në Kanada, sepse më thënë të drejtën kemi vënë re që edhe atje kemi shumë dëgjues dhe i përshëndesim dhe i falenderojmë. Emisioni do jetë i regjistruar në YouTube, mbas emisionit, pra në faqen zyrtare të YouTube-it Window Radio hapësirë.de. Mjafton që ju të bëni një subscribe në YouTube dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet tona. Miqtë e mi, pra si kur e kërkojmë apo e themi çdo natë në çdo emision, ju lutem bëni një shpërndarje Facebookut që të na bashkojnë sa më shumë dëgjues dhe të kemi sa më shumë miq njëri me tjetrin, sepse Window Radio është vetëm e juaja, pra çdo shqiptar që ka diçka për të promovuar, ka diçka për të thënë,
ka një mendim, pra ne gjithmonë do përpiqemi të kemi mikrofon për çdo kënd që ka dëshirë të komunikoj. Mjafton të na shkruani në rrjetet tona sociale apo përmes kontaktit numrit telefonit zyrtar të radios. Pra miqtë mi, sonde kemi menduar që në këtë puntat të kemi një të ftuar të veçantë për të bashkëbiseduar pak më ndryshe, sepse duke patur parasysh në Shqipëri është dita 41 e protestës dhe ne kemi menduar mos të bëjmë thjesht një emision politik apo të flasim thjesht për protestën, por të përpiqemi të kuptojmë diçka psikologjikisht, si ndikon në psikologji protesta, si ndikojnë problemet, pra sonde kemi një psikologe, antropologe, meditim shpirtëror ose spiritualiste, pra kemi Sunila Proni Murxheqi. Mirëmbrëma zonja Sunila. Mirëmbrëma Leonard. Ndjem shumë e nderuar për ftesën dhe edhe unë ashtu siç ju e thatë, shpresoj që të gjithë dëgjuesit sadopak të përfitojnë ndoshta nga biseda jonë. Unë premtoj që nuk do bind asnjëri për këtë gjë të them, as nuk jam këtu për të provu vlerën time, por për të thënë atë të vërtetë që është eksperjenca ime. Zonja Sunila, unë ju falenderoj, unë jam mirënjohës që pranuat të më ndihmoni sonde në këtë emision dhe të jeni me dëgjuesit tanë, dhe ne këtu normalisht jemi për të thënë mendimin tonë, jo për të bindur askënd, por statura juaj profesionale dhe mendimi juaj profesional është vërtet i vlefshëm për çdo që ka dëshirë të marrë një mendim profesional. Pastaj se sa e vlerësojnë, se si e marrin, kjo është çështje individuale për çdo kët. Faleminderit për vlerësimin. Në fakt, unë vetëm këto, le të themi, muajt e fundit, jam shfaqur edhe një herë në media, po them në rrjetet sociale, se media, ky është emisioni i parë radiofonik, ndërkohë që kam goxha experience në emisionet mediatike në Shqipëri, po që jam rishfaqur me një version të ri timin dhe e shikoj vërtet si mision dhe ndjej ta bëj këtë, që fjala ime që unë besoj që ka pesh, t'jetë një fjalë që ndikon sadopak njerëzit për t'i ndihmuar për të pasur një këndvështrim ndryshe për jetën. Ky është emisioni im, edhe shpresojmë që gjatë këtyre minutave të arrijmë të kemi eksploruar pak këtë këndvështrim të ri, timin, një këndvështrim spiritualist. Patjetër, do përpiqemi të cekim të gjitha nga pak dhe do doja pra të filloja me një pyetje ndoshta të përgjithshme. Ju keni lidhur, pra ju jeni psikologe, keni lidhur psikologjinë, antropologjin, filozofinë, spiritualitetin, pra të gjitha këto i keni lidhur dhe i keni bashkuar brenda Sonilës, dhe si ndikojnë këto tek njeriu ose si mund t'i ndajë Sonila këto? Po, është e vërtet kjo që në eksperiencën time, unë në fakt kam mbaruar për, fakultetin e shkencave sociale, niveli i parë ka qenë për punë sociale, pastaj kam një master në psikologji, dhe më pas studimet në antropologji dhe studimet e artit. Filozofia ka qenë gjithmonë një pasion i imi dhe tani kuptoj që të gjitha së bashku arrin që t'i japin një shpjegim kuptim plot ose një shpjegim holistik të njeriut në jetesën e tij. Sepse psikologjia studion mendjen e njeriut. Antropologjia studion rrafshin kulturor. Filozofia jep kuptim këtyre të dyjave dhe kjo është një qasje, mendoj unë, e plot që shpjegon totalitetin e njeriut, e atij njeriu human që jeton me
me shpirtin e tij mbi planetin ton. Nuk dua t'i ndaj, por dua t'i shikoj së bashku komplementare për të kuptuar. Pse sot njeriu i cili me gjithë këto arritje në shkencë, në çdo gjë, është akoma i palumtur. Çfarë po ndodh? Dhe nisur gjithmonë nga kjo pyetje që unë ja kam bërë vetes time, ka qenë një nga pyetjet reflektuese, kam arritur në kuptimin më të lartë atë që besoj unë, dhe që mendoj që kam zgjuar tek vetja ime, veten time të lartë, ndryshe vetdijen, kam zgjeruar vetdijen. Dhe kam dalë në një konkluzion që njeriu nuk mund ta ndryshojë shoqërinë pa transformuar më parë vetdijen e tij. Ashtu sikurse nga ana tjetër dhe shoqëria, një shoqëri e shëndetshme e ndihmon individin që të zhvillohet individualisht. Pra janë procese që ecin së bashku. Patjetër, sepse edhe një shoqëri e shëndetshme është normalisht që fillon nga individi i shëndetshëm, pra nga një individ me vetdije, me kulturë, me gjitha këto që ju i rreshtuat, por nëse ngelim pak tek spiritualiteti ose tek meditimi apo pra sepse më thënë të drejtën në emisionet tona nuk është se kemi patur shumë të kësaj fushë direkt në fjalë. Dhe si mund pra marrë sa ti mund të thuash, pra ata që na ndjekin, si mund ta ndihmojnë veten për të gjetur, për të zgjuar vetdijen apo për të gjetur veten apo për të komunikuar me veten? Okej. Meditimi, për mendimin tim, duhet të jetë një edukim spiritual për gjithë njerëzit. Sepse me meditimin ti kthesh tek vetja, ti kthesh tek qendra. Nuk ke vetëm vetdijen e mjedisit rrotull teje, por ke edhe vetdijen e vetes brenda teje. Absolutisht, dhe kjo është më e rëndësishme besoj. Unë do flas vetëm nga eksperienca ime, sonte nuk do bëj teori. Unë e kam fillu këtë rritje me studimin e shumë librave, sepse për nga natyra jam natyrë shumë kërkuese, më pëlqen dija, deri sa kam marrë në pikën e praktikës personale dhe kam rezultuar dhe me një manual aktualisht është në 2 platforma shitje, një manual meditimi, është një udhëzues në fakt, i cili të ndihmon dhe sqaron konkretisht se si ti duhet ta praktikosh meditimin. Çfarë është meditimi në vetvete? Është një komunikim me veten, i heshtur, sepse ne identifikohemi me mendimet, por ne nuk jemi mendimet tona, sepse mendimet tona janë të filtruara. Do të thënë, mendimet, si ta themi më, janë të njollosura me patjetër, sepse është edhe rrethi, është ambienti, janë eksperiencat e së shkuarës që na kanë ndodhur, fiks janë traumat, janë dështimet, janë ato ngjarje që në trupin ton ekzistojnë si kujtesë, por që kur ne mendojmë, i filtrojmë dhe nuk arrim që të kemi qartësi. Meditimi të kthen tek qartësia. Dhe kjo përmes qetësisë, pra është një moment qetësie, është një moment ku je ti i vetëm me veten, me pranin tënde. Unë kam tre pika referuese: qetësia, qartësia dhe prania. Fjala prani çfarë do thotë? Ti je i pranishëm në trupin tënd. Pra dish ta pranosh veten, dish ta njohësh veten ndoshta. Ti je i pranishëm në trupin tënd, do thotë mos jesh i shkutur mendja me trupin dhe shpirti dhe emocionet. Sepse çfarë ndodh? Mendja endet e kaluara, e ardhmja, po trupi ekziston vetëm në tashmen, vetëm në këtë moment. Dhe në fakt është trupi ai i cili është antena, le ta themi është antena që ne transmetojmë valët tona, frekuencat tona universit, dhe universi njeh vetëm trupin ton. Mendimet tona janë kalimtare, mendimet mund të jenë të vërteta apo mund të jenë dhe falso. Kuptoj. Mund të jenë alarme falso, mund mos jenë të vërteta, mund të jetë imagjinat, por trupi jon njeh vetëm atë që është
prania, ajo që është me pak fjalë, nëse ti gëzon një sistem nervor të qetë, nëse ti ditë shmang menaxhosh reagimin tënd, ti arrin tek qetësia e Sa është e brendshme. vështirë? Sa është e vështirë kjo, Sonila? As pak nuk është e vështirë, sepse të gjithë kemi lindur me kapacitetin për të pasur një nivel vedie të lartë. Sepse ne nuk kemi vetëm qenie fizike dhe materiale, ne jemi edhe qenie shpirtërore, apo jo? Jemi edhe materie, kemi edhe materie, patjetër. Pra, materia është ajo që shihet, por tek ne ekziston edhe një trup tjetër, një trup drite, është imagjinata krijuese, janë idet, po e themi, imagjinata që krijon mrekullit, janë të gjitha këto gjëra dhe kjo nuk është materiale. Janë ëndrat e gjumit, nuk është materie, që do thonë ne nuk jemi thjesht një materie, jemi më shumë se sa materie, dhe ky kapacitet i lindur që ne kemi brenda vetes thjesht duhet njohur, thjesht duhet zgjeruar vedia përmes meditimit. Ju kuptoj. Shiko, sepse ndoshta po duken pyetje naive, por po përpiqem të jem sa më e thjesht për dëgjuesin, më fal, ose të bëj ato tip pyetje që mund bëj një dëgjues. Kur është koha më e përshtatshme për meditim dhe çfarë duhet ne të bëjmë me veten tonë që të kemi një meditim sa më pozitiv, po them, apo sa më të plot? Meditimi është veç se një proces pozitiv që do thot ti njihen dy momente kohore meditimi, është darka dhe mëngjesi, dhe kjo është shumë personale. Për shembull, për mua si individ, unë personalisht vëmendja ime është tek pjesa mbasdites. Energjia ime qëndron më shumë mbasdites se sa në pjesën e parë ditës. Dhe për mua meditimi ka efekt para se të flet gjumë. Ndërkohë që për persona tjerë është mëngjesi, sa po të ngrihen në mëngjes. Pra janë këto dy momente shumë të rëndësishme. Dhe këto momente fillojnë me një frymarrje diafragmatike relaksuese. Kjo është kthimi tek prania jote, kthimi tek vetja jote, tek trupi jot. Dhe në momentin që ti kthehesh tek trupi jot, ndjehesh i sigurt në trupin tënd, në atë moment fillon, lejon mendimet e tua të kalojnë pa i gjykuar dhe ti krijon distancën, ti bësh vëzhguesi. Sepse ne në fakt kemi edhe një sy të tretë, përveç syve që shohin, kemi edhe syrin e tretë. Dhe ky syri i tretë, kjo gjëndra pinale që na është dhënë kjo dhurata më e çmuar që ndryshe quhet dhoma e mbretit, ne kemi mbretërinë brenda vetes tonë, që do thotë aty ne arrim të kuptojmë çfarë është më e mira për ne. Ne zgjojmë intuitën. Mendimi intuitiv nuk ka logjikën. Mendimi intuitiv është rruga, është udhëheqja që syri jot i tretë, vëzhguesi, po të ndihmon, po të orienton për të bërë ato zgjedhje që të çojnë ty drejt realizimit, ëndrave, të identitetit tënd personal, suksesit. Tek syri i tretë, nëse i themi shumë fjalë, janë të gjitha informacionet e mbledhura dhe të gjitha informacionet që shpërndahen. Një fjalë është, si thua ajo, magazinimi i gjithë informacionit. Në fakt nuk është kjo. Në fakt, nëse më lejon të korrigjoj, me që jam si ekspert, sepse në fakt ti po flet si psikolog që je, ti po flet për pavedishmen. Dhe pavedishmja jonë është gjithë ky material. Unë jam spiritualist. Po fiks, ti po flet për pavedishmen, e cila është ky material që përmban gjithë eksperjencat tona, e cila shpesh herë, po gjatë gjithë kohës dërgon sinjale dhe infekton mendimin. Dhe mendimi nuk është i pastër, ndërkohë që syri i tretë, intuita, e ndihmon të jetë, pra ke qartësi. Qartësia është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhi një njeriu, për zbulu fiks kush është identiteti i tij i vërtet, kush është misioni i tij që kur ka lindur. Për shembull, mu deshën 50 vjet,
për të kuptuar realisht kush është identiteti im i vërtet, si duhet ta manifestoj identitetin tim, dhe si duhet ta arrij unë suksesin tim. Dhe e gjitha kjo që unë të ndihem në përputhje me shpirtin tim. Tashmë ju e keni gjetur këtë? Po patjetër, përmes meditimit, unë du ta them që unë jam rritur përmes një mentori, sigurisht që ne kemi nevojë të udhëhiqemi, jam rritur përmes një mentori, një njeriu, le të themi një grand penseur ose në frëngjisht ose big thinker, mendimtar, i cili më ka ndihmuar më ka orientuar shumë në këtë drejtim, edhe kam rreth një vit që jam pjesë e një programi që meditimi është bërë praktika ime normale e jetës time, dhe që në mënyrë të mrekullueshme më vijnë mundësi, sinkronicitete, siç është kjo, që ne jemi këtu së bashku dhe më çdo mundësia që fjala ime dëgjohet. Pra, nëse unë jam rikthyer në media, kam krijuar një blog, shkruaj artikuj të ndryshëm, kam 2 botime, kam një roman që ishte romani i parë, domethënë që se do flasim për romanin, po dua të bëj një pyetje. Të gjithë. Jo, dua jo thjesht të ngel pra tek spiritualiteti, por ta shohim pak më gjatë. Ju keni edhe rreth, mos qofsha gabim, rreth 2 dekada që jeni edhe psikosociale, pra dhe unë kam punuar 19 vite në shërbimin psikosocial në shkollat e Tiranës. Tani duke patur edhe këtë përvojë pune, por duke patur edhe këtë eksperiencë të re spirituale, ku e shikon problemin më të madh emocional tek njeriu i sotshëm? Bllokimi i energjisë, mungesa e vedijes mbi trupin dhe se si funksionon energjia në trup. Mungesa e vedijes për kapacitetin e fuqishëm që ne kemi brenda vetes, për ta zbuluar. Ne s'duhet asgjë kur unë flas për transformim dhe kur unë flas për një version të ri timin, nuk flas për ndryshimin e vetes time. Unë kam lënë pas gjëra që nuk më takojnë. Kam lënë pas gjëra që më merrnin, më digjnin energjinë time. Dhe unë tashmë kam ngritur sistemin tim, po e them sistemin tim të financiar, jam plotësisht energjia ime është e strukturuar, e orientuar dhe e disiplinuar. Dhe fal kësaj, unë kam këtë progres. Ndërkohë që versioni im i vjetër ishte një version mbijetese, që do thot në trup kisha shumë stres, kisha shumë tension, isha agituar, çdo ngjarje kërkonte një gjendje alerte. Tashmë trupi im është në një gjendje qetësie, nuk njoh më asnjë dhimbje muskulare, sepse unë praktikoj dhe yoga dhe po e them tai chi tash, se kështu i thon. Kuptoj. Edhe praktikoj edhe këto le të themi praktikat për mirëmbajtjen e trupit dhe energjisë, dhe transformimi im është një liri shpirtërore, nuk ka më komplekse, nuk di çfarë them. Më duket sikur tani jam me krah. Keni gjetur një paqe, pra keni gjetur atë paqen që cilë paqja, patjetër. Kjo është, unë në fakt në Shqipëri kam punuar shumë, të them të drejtën, përveç se kam qenë një psikologe, punoj sociale, si ne kemi bërë disa, të 2 rolet në shërbimin psikosocial, ndërkohë që kam qenë trajnere kombëtare licencuar prej 15 vitesh. Kam bërë trajnime të licencuara në Shqipëri, kam qenë trajnere e moduleve trajnimeve, dhe kishte ardhur një moment që unë nuk kisha më fuqi, vizion për jetën,
e shtërruar, duke keq përdor energjinë time, vend dhe pa vend, duke pasur një besim të, le të themi, të vjetër se si unë duhet ta jetoja jetën time, sepse të them të drejtën, programimi që ne kemi, programi mbi jetesës, filozofia që ajo është brenda, na bën që ne të punojmë gjithmonë punojmë në pamjaftueshmëri, të kërkojmë në mënyrë të pamjaftueshme për veten, të jemi gjithmonë misionar, po misionar duke shtërruar energjinë tonë. Këto janë ato gjëra që i kam mësuar dhe që tani i ruaj me janë gjëra të mia të shtrejta, por që duhet t'i ndaj. Tani Sonila as nuk bëhet me nerva, as nuk stresohet, është fare, zero. Shiko, ju keni një libër, Manuali i meditimit. Dhe çfarë synoni t'ju thoni apo t'ju përcjellni njerëzve dhe pse mendon ose ndoshta shumë duket mua që sot është bërë shumë i rëndësishëm në këtë kohë moderne meditimi. Pse ka ardhur kjo? Pse është bërë kaq e rëndësishme? Nëse do t'i referohemi studimeve, në vitin studimeve që kam bërë, unë kuptohet, studimeve librave që... Nëse i referohemi këtyre studimeve, në vitin 2012, ne jemi futur në një epokë 3, në epokën e ndritur, që do thotë jemi në fillimin, sepse jeta është ciklike dhe kjo është gjë më e rëndësishme që duhet kuptojmë, dhe duke qenë jeta ciklike, ka ciklet e saj, gjithçka është cikël, ne s'dalim dot nga ciklet. Jeta, stinët, ditët, javët. Dhe jemi futur në epokën e ndritur dijes shejt, që do thotë në 2012 ka filluar, nuk janë vetëm unë, po të shikoni në Shqipëri, nuk janë vetëm unë. Ka plot emigrantë që, le të themi, kanë përfituar, kanë mësuar dhe sot po bëjnë këtë gjë, sepse në këtë epokë është fillimi, do ketë kulmin e saj, ashtu siç do ketë dhe rënjen e saj, por është epoka e rritjes, vedijes dhe ndërgjegjes kolektive. Është bërë eksperiment për këtë. Okej, më fal tani për këtë ndërhyrje. Po. Pra ju thoni kemi hyrë në epokën e ndritur, në epokën e shenjtë, por më fal, po si mund të jetë epokë ndritur me kaq shumë probleme vërdall, me kaq shumë luftra, me kaq shumë krime, me kaq shumë gjëra negative? Sepse dia e shenjtë është ruajtur, nuk është ekzekutuar, është ruajtur. Dhe tashmë ajo po fillon dhe shumë njerëz po zgjohen, po e lexojnë dijen e shenjtë, dhe po e kuptojnë fuqinë tek vetja. Dhe duke kuptuar që fuqia, transformimi fillon tek vetja, dhe pastaj kjo ndikon edhe tek familja, pastaj ndikon edhe tek shoqëria. Domethënë është një proces që fillon me individin. Po tjetër, është e pashmangshme, nëse të gjithë arrin. Çdo gjë nga individi fillon, por okay, kur do vi? Çfarë do ndodhte nëse të gjithë njerëzit do të kishin këtë vedije siç e kam unë, që jetojnë në frekuenca të larta, në frekuencat e dashurisë, mirëjes. Çdo gjë për mua është e bukur. Çfarë do ndodhte? Do kishte luftra, do kishte probleme? Nuk do kishte, po është problemi se si mund të ndikoni ju tek, po them tek unë, po më shembull veten time, për shembull, si mund të ndikoni tek unë, apo pra tek pjesa e masës që nuk e ka këtë energji që keni ju. Dhe ne kemi kaq shumë probleme sot për shembull. Sepse do më lejosh të them vetëm një eksperiment të thjeshtë që është bërë. Quhet eksperimenti i 100 majmunëve, që do thotë majmunët i është dhënë për herë të parë në jetën e tyre, janë mbjellur patate e kuqe. Dhe ata mësuan ta nxirrin pataten nga toka dhe ta hanin. Por ndërkohë e hanin ashtu siç ishte me dhe, të palar. U desh vetëm një nga majmunët junior,
i cili e mori patatën, shkoi dhe e lau lum dhe hëngi dhe i shijoi më shumë. Dhe pastaj për një periudhë të shkurtër, 100 majmun arritën bënin këtë gjë dhe kjo u bë një gjë u perfeksionua një praktik. Dhe kur u arrit numri 100 në mënyrë të çuditshme, pa parë njëri tjetrin, pa parë veprimin, lindi vedia kolektive dhe e bënin instinktivisht, lindën majmunët e ri që lindën me këtë vedi që patatja duhet larë. Nuk hate pa larë. Pra ky është procesi i zgjerimit vedie, zgjerimi i vedijes kolektive, që do thotë fillimisht do fillohet me pak njerëz, ata do flasin, do kenë guximin ta thonë vërtetën, ato që ndjejnë ata, po unë nuk jam për të bindur. Ashtu siç e thash në fillim, unë e them fjalën time. Nëse tek dikush është thjesht një fjalë ime, e ka bërë që ai të kërkoj, të lexoj, bëj kërkime. Atëherë kjo është ajo fiks, domethënë është se si kalohet vedia nga një person nga një individ tek një tjetër për ta kthyer në vedije kolektive. Dhe sa Pra, është një proces që duhet ndodhi, që ne të arrijmë të gjithë së bashku. Kur ne të kemi arritur të gjithë të manifestojmë trupin, gjendjen e qetësisë trupin ton, universi do të na reflektoj me po të njëjtën mirësi dhe do na japi vetëm gjërat e mira. Shiko, ne themi individi, themi njeriu, po ne dim që shoqëria globale sot me fjalë drejtohet nga të fortët, nga të fuqishmit, nga shtetet e mëdha, nga ata që kanë armët më të fuqishme etj. Si do shkoj kjo drita e dijes te këta për të sjellë këtë paqen, sepse një individi thjesht është lehtë të manipulosh, por problemi është se si do shkoj drita e paqes apo drita e dijes te këta që kanë fatet e masës në dorë. Atëherë, le të kalojmë për ta kuptuar mirë, le të kalojmë direkt në situatën tonë, në realitetin tonë në Shqipëri. Po, pikërisht, po, okay. Sepse, atëherë, le të kalojmë aty. Unë nuk mund të them se si do, sepse unë nuk mund t'i parashikoj gjërat. Ne japim mendimin, ti nuk je Por fallxore, ti je spirituale, spiritualist. Por unë i shikoj, unë nuk e para punës kam shkruar në blogun tim artikuj që lidhen me protestat, por jo në këndvështrimin politik. Nuk jam pjesë e zhurmës politike. Unë i shikoj gjërat në aspektin e cikleve dhe të energjisë. Atëherë, le të shikojmë pak. Brezat dhe bëjmë krahasimin e brezave, le të them edhe unë edhe ti, se ne le të themi jemi pak brez, nuk kemi breziri, nuk kemi brezi zë. Jo, ne me brezin mesën. Okej, mesën. Le të shikojmë pak, si jemi rritur? Jemi rritur në bijetesë, jemi rritur me pamjaftueshmëri, jemi rritur në një kohë kur mendonim që e rëndësishme është kesh virtyte, po nuk është e rëndësishme të kesh anën materiale. Dhe brezi jon jeton me këtë konflikt në trup, jeton. Shiko prindrit tanë, vesh sy drejt mediave, drejt kronikave që sillin probleme. Shikojmë pak brezin e ri tani, si është transformuar. Brezi i ri që ne kemi kritikuar, brezi me telefon dorë, brezi që shikon gjithë ditë roll telefonin, indiferent. Shiko, është një brez i cili është ushqyer me modelin e një jete të mirë me bollok. E një jete, sepse çfarë shikon influencerat, shikon njerëzit e suksesshëm, investitorët, jeta atyre, e bukur, pushime, bolloku, kurimi i trupit, të gjitha, është rritur, e ka edukuar mendjen. Dhe ai vjen një pikë që ja kërkon trupi ta materializoj këtë realitet, se ky realitet po e shikon çdo ditë. Nga ana tjetër, sistemi i edukimit, shkollat çfarë kanë promovuar? Standardi europian, janë implementuar projekte europiane, janë mësuar janë mësuar që ata të kenë një jetë me cilësi, që shëndeti mendor është cilësi,
Pra ata kanë mësuar këtë standard, por tani hapin syt dhe shikojnë çfarë po ndodh. E kam unë këtë standard që më është edukuar, është një hendek i madh mes asaj që është premtuar dhe asaj që ata duan, dhe është një drejtë e tyre. Atëherë, a mund të jetojnë ata me iluzionin siç kemi jetuar ne, brezi i mesëm dhe i vjetër? Jo, nuk e duan. Pra vedia tek ata është zgjeruar, sepse ata e duan bollëkun. Po shikosh, protesta ka një thelb, janë të faktikisht shiko, unë nuk e kam zbërthyer kështu si po e zbërtheni ju, por nëse e them shumë në zhargon popullor, ajo nëna e zezave ky brezi jonë është, më fjalë. Sepse ne jemi rritur ndryshe, jemi rritur me të tjera qasje, jemi në këtë moshë, jemi një përplasje konfliktuale, brendshme dhe të jashtme. Ky është program mbijetese. Ky është programi mbijetesë. Jetojmë në Matrix. Po ti referohemi këtij termi. Jetojmë në Matrix. Dhe duke qenë se jetojmë Matrix, ne nuk e manifestojmë, nuk dim të manifestojmë atë që është më e mira. Pse të mos kemi një jetë me cilësi? Pse unë të kem vetëm një pagë? Unë du të kem dhe një pagë e cila më garanton që unë bëj pushime, që unë të kënaqen. Pse këta trit mos kenë mundësi, ndërkohë që burimet ekzistojnë, por janë të shpërndarë në mënyrë barabartë, pa barabartë? Atëherë, ky brez i ri po rrit vedien dhe po më thoshte bashorti im sot, po e vazhdonte, ai ndjek këto, unë nuk i ndjek. Ai është ndjekës i rregullt. Edhe më thotë që po shiko se këta tri, thot, i kanë bërë për vete, thot, edhe këto, i kanë bërë për vete edhe këta të vjetri, thot, shikanar, kanë guxim, për herë të parë flasin me guxim, të vërtetën e tyre, pavarësisht se ata nisen nga nevoja, jo nga bollëku, është këndvështrimi ka shumë rëndësi. Këtu desha të thosha, tani shiko, nëse të rinjt në perëndim, pra, okay, se edhe këtu jo të gjithë, me fjalë, por këtu është i tjetër standard jetese. Pra, këtu e ka standardin e jetesës të ketë edhe iPhone 17 Pro Max në dorë, e ka standardin e jetesës të ketë edhe makinë Lamborghini. Por, tani, kontrasti është në Shqipëri. Të rinj janë në perëndim, të rinj në Shqipëri. Por në Shqipëri është kontrast. Pra, ka telefonin të fundit, por nuk ka kushte ekonomika, por nuk ka standarde ekonomika, pra, nuk është shoqëria e standardizuar. Dhe si e shikon ti Sonila, këtë zhvillim të fundit të protestës në Shqipëri, me fjalë, është realisht që do vi një ndryshim nga një vedije e brendshme, nga një vedije drite si kur e ceket ju, apo është një rebelizëm i momentit dhe... Unë besoj tek ligjet... Nuk duhet hyr tek politika me ju, apo do më tepër atë pjesën psikologjike, pjesën sociale, spirituale... Pa këtë dua këtë kushtimin tënd. Unë besoj në 7 ligjet hermetike, që do thot një ligj që është më i rëndësishëm është ligji i polarizimit, që do thot ajo qeveri e cila krijoi një iluzion, nuk mban premtime, krijoi një hendek kaq madh, po përjeton krizën e vet. Ka kriju ka kriju, le të themi, e gjithë kjo revolt është ajo që e ka kriju. Ka zgjuar kundra vetes revoltës. Është kriza e saj, sepse është polarizimi, ne nuk i shmangëmi dot polarizimin. Askush është një ligj. Po ama përmes meditimit ne mësojmë të vibrojmë. Mos rrëzohemi, mos humbim qendrën. Dhe ky moment, për mendimin tim, vetëm unë kam bërë një artikull tek blogu im, është parë shumë, nuk e di sa është kuptuar. Unë kam sugjeruar cikle, sepse cikli e ruan energjinë. Kam sugjeruar 21 ditë protest, 3 ditë pauzë. 21 ditë protest, 3 ditë pauzë. Është domosdoshmëri, truhet energjia, cikli dhe të bëhet një restart. Sepse gjithçka energjia lëviz në formë torusi. Torusi, si ta them unë tani, është ajo petulla amerikane,
që mirë. hyn pika 0, Po. fillon zmadhohet, zgjerohet, futet prap te pika 0. Pra energjia këtë cikël ka. Dhe nëse e njohim, dim ta respektojmë, dim ta kuptojmë jetën me cikle, atëherë ne dim që edhe ta çojmë drejt suksesit ngjarjen, fenomenin. Si shikoni ju tani prapa, shkon dita 41. Pra është ajo forca e kësaj që thoni ju e dritës së dijes, apo është ajo forca e kaosit, një forcë, apo është një tollovi, një Unë mendoj është si ai tharmi që është hell dhe ky tharmi po rrit vetdijen. Unë po mendoj edhe ata, unë pikërisht këtë po them që njerëzit të cilët nuk kishin guxim po flasin. Kjo po kthehet në një sa do vazhdoj në një rrjet. Sa do vazhdoj kjo në fjalë ky rifillim i ndërgjegjes që do strukturim që të ketë sukses. Që të shkojë drejt një kulmi. Do strukturim që të ketë sukses. Dhe strukturimi do ta ndihmojnë. Megjithatë, unë nuk parashikoj dot, sinqerisht, nuk e parashikoj. Por unë do doja me gjithë shpirt që kjo, le të themi, kjo protest, kjo nevojë për zgjerim të sjelli produktin e duhur. Produktin, po e themi të sjellë rezultatin e duhur. Sepse ka ardhur momenti. Të shpresojmë, njerëzit janë në kulmin e mbijetesës, Sot flitet për zhvillim të qëndrueshëm. Kjo është gjëja që më bën më shumë kur dëgjoj zhvillim i qëndrueshëm. Ç'është ky zhvillim i qëndrueshëm mbi një realitet pa qëndrueshëm? Si mund pretendosh ti ku, sepse duhet krijosh vetdijen s'pari, që ai të jetë i qëndrueshëm. Si mund pretendosh ta arrish këtë gjë? Ti nuk do të mund ta arrish. Këto janë zhargone politike, janë si thoshin ato që politika luan me refleksionet e individit, luan me problemin e individit, luan me çështjen ekonomike të individit, luan me gjitha standardet materiale që individi në rrethojnë, dhe pastaj ti e di më mirë se unë që kur të mungojnë të gjitha standardet materiale, edhe ana spirituale pastaj bie në një pauzë, është vështirë të ngrihet. Dhe këtë ka bërë politika shqiptare me shqiptarët, por të shpresojmë që do të më mira. E rëndësishme që individi, të gjithë trit ishin shumë të zhgënjur, në nismat e tyre individuale kanë emigruar, janë pasuruar, kanë kuptuar, janë rikthyer për të marrë mbrapsht atë që u takon. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme që nga një nismë individuale po kthehet në një nismë kolektive. Të shpresoj. Pavarësisht se ka një tjetër kënd vështrim të mendimit, për kjo pikë do ishte të debatoja me bashkëshortin tuaj, kështu që përshëndes. Romani, ju keni një roman në zjarrin e një ëndre të papërfunduar. Me sa di unë ka shumë refleksione të forta psikologjike, por diçka për romanin, por sa ka ngjarje reale apo refleksione reale tuaja? Është ngjarje reale, është një libër introspeksion. Në fakt, pas meditimit dhe vizionit tim spiritual, unë pa që ajo që duhet bëj është shkruaj. Kuptova identitetin tim të vërtet. Dhe pas meditimit të nesërmën jam ulur, bëhet fjalë për vitin e kaluar, aty nga qershori, ka qenë besoj si sot një vit, jam ulur dhe në vetdijen time ishte që unë për 3 muaj do ta mbyll. Kam shkruar komplet në mënyrë, nuk kam planifikuar asnjë gjë. Gjatë ditës isha komplet përfshirë në aktivitet, fokusuar në aktivitetet e mia dhe gjatë darkës, është fuqia ime është në darkë. Ulesha dhe çdo gjë vinte, rridhte, në kuptimin që gjithçka erdhi natyrshëm, historia është e vërtetë,
bëhet fjalë vërtet për sa thjesht të flisin ju spiritualistët të pjesën e meditimit si ti ishte kështu. Unë kaq thjesht sa e flet ti për shembull, edhe pse një fushën e psikologjisë, po kaq thjesht sa e flet ti, unë kaq thjesht të pi kafe, no, jo ta kem atë meditimin. Po sepse manifestimi, përmes manifestimit, ti je në rrjedh, ti je në timeline-in tënd, ti je, domethënë, ti bashk shtrihesh në kohështrirjen tënde dhe ti je në rrjedhën tënde. Sipas shpirtit tënd je i përputhur, ti nuk sforcohesh siç jam sforcuar më përpara. Ti merrja gjërat vijnë, janë sinkronicitetet, vijnë, mundësitë vijnë, pa i kërkuar kuptimin që t'ju shkojnë nga mbrapa. Atëherë ky libër erdhi, rrodhi, po e them në kuptimin artistik, që edhe një formë terapie, por edhe një mision, sepse libri ka disa shtrezim, është i thjesht, unë si natyrë, kur shkruar, jam shumë e komplikuar, mendimi im është shumë i gjatë, me shumë presje, çuditërisht, ky libër është shumë i thjesht, nuk është stili im akademik që unë zakonisht shkruaj, ose që le të themi, kam shumë stilistik, po kësaj radhe jo, si duket kjo ndodhi për arsye që ti jetë i thjesht, i lexueshëm për gjithë. Libri thjesht tregon fëmijërinë e çdo njërit nga ne, atë që ne kemi përjetuar unë ti, me të mira dhe këqijat e veta, flet për një dashuri të pamundur, për kompleksin e refuzimit që meshkujt e asaj kohe, nga mungesa vetbesimit, nuk arrinin që të kishin dashurinë që ata ndërronin. Flet për një mjek i cili ishte misionar, në mision harroi veten e tij, trupin e tij, dhe pas një farë kohe ishte ai vetë që u godit nga një smundje vdekjeprurëse, ndërkohë që ishte një mjek që merrej pikërisht me smundjet e vdekjeprurëse, edhe onkolog, edhe që ky mjek arriti përmes meditimit të vetë shërohet pa sa është meditime. vërtet, Sonila, shiko, tani për te 100%. Nuk është i vetmi. Shiko, ndjes për këtë, sepse tash pra unë po përpiqem të jem ai dëgjuesi zëvzek, pra ai dëgjues që ka këtë pyetjet naive, por që s'ka mundësi të t'i bëj direkt. Dhe e dëgjojmë shpesh që meditimi të shëron, ndihmon të shërosh, shëron sëmundje etj. Tani, për te asaj që ti ke mësuar dhe asaj që ti i thua vetes tënde, realisht e besoni të dhe realisht ndodh kjo? Po, kjo është eksperjenca ime personale gjithashtu. Është një eksperiencë imja, e cila më falë se nuk po duhet të devijoj as nga romani, por thash thjesht po përpiqem me të pyetjet naive. Është një eksperiencë personale. Unë tashmë arri që përmes meditimit vetë shërohem. Dhe kjo sigurisht i ka befasuar dhe mjekët, edhe unë kam arritur të vetë shërohem. Dhe kjo është gjëja më normale, kjo është ADN-ja jonë është e mrekullueshme, nëse ne kemi kujtesën e mrekullisë asaj, nëse ne kemi dashuri që lizohet, nëse i flasim vetes me dashuri përmes meditimit, nëse ne pim ujë dhe japim mesazhin trupit tonë që ti je i mrekullueshëm, ti ditë vetë shërohesh, çdo qelizë është në harmoni të plotë. Me fjalë, ti thuash vetes, sikur i them unë vetes ime shpesh, ama Leonard sa dua, sa i mirë je ma Leonard, të rri shumë duke i thënë vetes. Po, patjetër. Sa është si thosh, një kohë medituese, sa duhet të meditosh, sa minuta, sa 10, unë personalisht varet nga meditimi, ka ditë portalesh të fuqishme që janë planete që të favorizojnë rritjen e energjisë. Unë mund të ketë meditim që mund të ketë vajt edhe 30 minuta, po jo më shumë, maksimumi. Po zakonisht jo më shumë se 20 minuta, por në raste shumë të ralla. Ti nuk e kupton se si ikën koha kur je në meditim. Jo, nuk është nevojë, por frymëmarrja diafragmatike, relaksuese po. Mjafton të bësh
10 minuta, po e the, jo 10 minuta, nuk ka nevojë. Qoftë dhe 3 minuta, 3 frymarrje ku ti vë dorën tek zemra jote, merr frymë hund, 1, 2, 3, 4, e mban 4, ndërkohë që barku fryhet, dhe më pas e lëshon duke 1, 2, 3, 4, 5, 6, duke e risjell barkun përsëri në pozicionin e duhur, dhe ti duke qenë i pranishëm tek trupi jot dhe duke thënë, unë ndjehem i sigurt në trupin tim. Kaq 3 frymarrje të risjell, e kupton ç'bëjnë njerëzit sot? Punojnë pa trup. Mendja hedh shumë përpara, ka shumë objektive, shumë gjëra për të bërë, dhe trupi zvarritet derisa vjen një moment të dorëzohet trupi. Po ku ka gjë më të mrekullueshme se trupi? Trupi është shtëpia e shpirtit tonë. Nëse ne mirëmbajmë atë, ai do jetojmë. Unë kam bëj programim qelizor që të jetoj 99 vjeç. Ti? E bëj këtë. Dhe jam e bindur që do vdes 99 vjeç, ndihem e sigurt në trupin tim. Pse se shtyn edhe një vit bëj 100 të kumullak? Jo. Jo, në vizionet e mia është ky numër 99. Është ky. Është vizioni nuk ka logjik. Unë doja mos të vdisja kur, më ka kështu. Kjo është e pamundur. Kjo është ngjarje e pamundur, sepse jeta është ciklike. Po bëjmë edhe pak shaka. Patjetër. Okej, shifa. Tani ti edhe si psikologe, por tash ti normalisht ti ke gjitha dhe mund të japësh ndoshta pra një përgjigje pak për te psikologjisë ndoshta. Njeriu lind me potencialin për të ndryshuar apo e mëson gjatë rrugës transformimin e ndryshimit? Do të kuptojmë një gjë, një parim shumë të rëndësishëm. Transformimi nuk fillon kur ndryshon bota, fillon kur ndryshon mënyra se si ne shohim botën. Që do thotë, transformimi fillon kur ti nuk po krijoje të tre, përkundrazi, ti thjesht po e njeh, po e zgjon brenda vetes ato potencialin tënd, duke e njohur, duke besuar dhe duke pas guximin që ta zbatosh me veprime. Pra është njohja e identitetit personal. Unë këtë kam kuptuar. Kjo mendon që ne lindim me këtë potencial dhe thjesht çdo njeri lind me një potencial, atë që ke ti nuk e kam unë. Nëse unë kam fuqi të shkruaj, ulem, shkruaj, gjithçka më vjen natyrshëm. Siç po bëj tani librin e dytë, romani i dytë, vazhdimi i librit të parë, meditova, ula, shkruaj, vjen historia vet, nuk planifikoj asnjë gjë, vjen vetëm. Ti ke një potencial tjetër, që do thotë ti e njeh identitetin tënd, edhe ai potencial tek ti rrjedh, është një energji e hapur, e pastër, energji e pastër. Pra, kjo është e rëndësishme se sa ne dim të flasim me veten, sa ne dim të njohim veten. Të meditojmë, duke si njohur spiritualistët. Shiko, vetja e lartë, du të kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme. Unë kam zgjuar veten time të lartë. Unë nuk moralizoj më veten. Unë nuk gjykoj më veten. Unë nuk i vë vetes pesha mbi supe. Vetja ime e lartë është sikur ti domethënë dhoma e mbretit, si ta marrë gjëndra pinale. Aty qëndron vetja jote e lartë, sepse ne besojmë tek Zoti, i themi Zoti. Njerëzit i thonë në mënyra të ndryshme, sipas besimeve. Një thot Zot, një thot burimi, një thot burimi i energjisë. Atëherë, unë po e quaj burimi i energjisë personalisht. Ky burim energjie ekziston dhe tek unë, edhe unë jam krijuese e realitetit tim. Ashtu sikur se burimi i madh energjisë krijon universe. Tjetër që gjithë jemi përcjellës dhe madhës. Atëherë edhe unë kam burimin tim, fuqinë e kreativitetit dhe unë krijoj dhe realitetin tim. Jam arkitekte e realitetit tim. Dhe kjo është e mrekullueshme. Kjo është e bukur. Kjo është që mund të arrijë njeriu, sepse të gjithë përcjellim dhe marrim energji, por varet se sa ne jemi arkitekt të energjisë tonë, se si e përdorim dhe ku e konsumojmë apo me kë pra se si ne transformojmë atë energji.
A mund ta mendoja unë para një viti që sot kam një blog e kam ngrit vet, që unë bëj një blog. Është nuk mund ta imagjinoja, sinqerisht. Edhe unë para një viti se kam menduar që do kem radio, por e arrita ta bëj. Shumë bukur, shumë bukur. Atëherë, kam shkruar një libër për shkruar një tjetër, kam shkruar një manual. Ndërkohë që përmes statuseve të mia, përmes shkrimeve të mia, përpiqem të kem ndikim. Fjala ime të ketë ndikim. Jo fjala ime, unë jam thjesht një kanal energjie. Unë jam një kanal i fjalës shejt, nuk e quaj veten. Si mund të ndjekin dëgjuesit Sonila? Unë kam, domethënë, blogu im quhet spiritual blog script, po është pak e vështirë.com, por në Facebookun tim dhe Instagramin tim, unë në mënyrë sistematike çdo 2-3 ditë unë bëj një postim aty, bëj një, po e them një përbledhje dhe pastaj direkt kalon tek blogu im. Po. Dhe aty janë artikuj me referenca shkencore, artikuj me lista librash, nëse të nderuar dëgjues dhe miq që po na ndiqni, Sonila Proni Mulgjeci në Mulgjeci është emri i Mulgjeci Proni. Jo, s'ka problem, unë thjesht e korrigjoj. Kem se kërkon dies. Bajta mend emrin e burrit, a kupton, dhe pastaj emrin e nismës. Po këtu në Francë kjo është një shprehje e re. Sepse këta insistonin që unë të kisha 2 mbiemra. Dhe kudo që jam regjistruar, më kanë regjistruar me 2 mbiemrat. Dhe unë që insistoja që në pasaportë kam mbiemrin e burrit, jo, e pari vjen mbiemri i vajzërisë. Dhe kjo është një gjë. Me ka Sonila Proni Mulgjeci. Mulgjeci. I pari është mbiemri. është rënja ime. Unë buroj nga ajo familje. U bë plëmsh. Thuaj edhe një herë ku mund të ndjekin dëgjuesit. Si është Facebooku jo? Që po sa them unë, po sa katroj unë. Okej. Atëherë, Facebooku im është thjesht Sonila Mulgjeci Proni dhe Instagrami im, ndërkohë që aty unë këto kohë po pranoj çdo kërkesë. Jo, po them të gjithë ata që kanë dëshirë të lexojnë, të kuptojnë diçka. Po pranoj. Ai që bëhet i mërzitshëm dhe i bezitshëm e ka një buton aty Facebooku që nxjerr për jashtë dhe i e po flasin për gjithë ata që duan të kenë një informacion apo të gjejnë. Në profilin tim ekzistojnë linkjet, gjithashtu libri im, romani im, në zjarrin një ëndër të përfunduar në 2 versione, në frëngjisht dhe në anglisht, në amazon.com dhe amazon.fr. Në shqip nuk e ke? Gjithashtu në shqip e kam vetëm në format digital e-book në platformën libra24.al, edhe ato e kam ekspozuar, mund ta shkërkojnë aty edhe mund ta blejnë. Të them drejtën, i kam lënë ka pas disa ditë periudha që i kam lënë dhe falas, madje libri romani ka dhe një fragment falas tek blogu im. Edhe artikujt kuptohet, çdo gjë është free, mund futen aty, mund komentojnë. Okej. Për ata që duan vërtet të lexojnë, kanë interes. Dua të vazhdoj pak bisedën me ju, sepse vërtet me ju është unë peshë jashtëzakonisht shumë dhe kërkoj ndjesë edhe dëgjuesve, pak aty që po më shkruajnë në WhatsApp dhe në Messenger, kërkoj ndjesë. Shiko, kemi parasysh që ne kemi bindje ose kemi mendime që në fëmijëri. Dhe kur rritemi, mi vjen normalisht që ndryshojnë vendime, ndryshojnë mendimet. Dhe sa është e vështirë kur pra kemi, po themi, trauma, post-trauma në fëmijëri apo gjatë rritjes, sa është e vështirë ose si mund të normalizohen këto mendime brenda vetës. Ta rrisim atë veten, sepse kemi parasysh që ka njerëz që kanë fëmijëri të ndryshme. Po patjetër. Po të gjithë kemi fëmijëri, ndoshta dikush ka pak më traum, dikush pak më ndryshe, por nuk di si ta them në shqip. Në fakt ekziston një term që quhet default mode
network. Pra është rrjeti i trurit, i cili përmban të gjitha këto, le të themi këto reagime. Pra trupi ynë reagon. Reagon do thot reagon me emocionet e forta, të kujtesës atyre ngjarjeve. Dhe duhet një edukim emocional. Duhet edukimi emocional. Unë vetë personalisht kisha një mentor i cili më ndihmoi të edukoja. Pra unë isha një psikologe, një punojse e shëndetit mendor e pa aftë që të arrija tek vetja ime këtë gjë, këtë proces lehtësimi, këtë proces pastrimit të energjisë. Dhe mu desh ky proces ta kuptoj, pra duhet një mentor, duhet një edukim i inteligjencës emocionale. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk mund ta bësh vetë. Kur unë arrita, le të them, mu desh shumë vite ta bëja këtë, nuk është kaq e thjeshtë, domethënë, është një proces, është një proces ku brenda nesh ekziston errësira, ekziston dhe drita. Dhe ti nuk duhet ta luftosh errësirën. Ky është komplet, duhet ta shpesh mentori im thoshte, jo Sonila, thoshte, a këj, pranoje errësire, pranoje pjesën tënde të errët, pranoje me dashuri, fale për gjithë çka ka ndodhur. Ke qenë në një program mbi jetese, lejo që atë bëhet dritë. Domethënë, mos e gjyko atë pjesë, rrit e dritën që ajo të jetë e papërfillshme. Domethënë, rrit vedijen, tik moralizimi, tik vetgjykimi, tik ndjenja ti je i përsosur dhe fillon dhe rritesh, pra drita jote bën që errësira avash gradualisht, pra ajo të bëhet e papërfillshme. Ky është një proces që një psikolog me eksperiencë sigurisht që ndihmon klientin e tij, por unë nuk preferoj më të jem në këtë status. Unë kam dhënë këtë status. Unë nuk jam të diagnoza. Ne psikologëve na xherrova me fjalë të shumë. Jo, vazhdoni ju punën. Po unë personalisht preferoj të jem një mentore zhvillimit personal. E mendoj që është një fazë, është një kategori më lartë. E keni gradën e mentorit, pra ju mund të këshilloni dikë ose për shembull dikush po patjetër, unë e bëj këtë, e bëj ndërkohë, patjetër. Madje unë udhëheq këtu në Francë, udhëheq dhe këtë të ejte, është bëhet një aktivitet për si ta them, për mirëqenien dhe mindfulness. Dhe unë do t'i udhëheq me meditimin patjetër. Sigurisht që kam le të themi, jam mentore, kuptohet, i bëj online seancat e mia me persona që e kërkojnë zhvillimin, por me disa kushte. Po, është shumë interesante kjo dhe shumë ndoshta edhe dëgjuesit kanë interes ta dinë këtë pjesë. Nëse dikush do të kontaktojë me ju apo çfarë bëhet. Duhet kontaktojnë me, në blogun tim, aty ka shumë butone që lidhen direkt me WhatsAppin tim, dhe madje është edhe faqja e shërbimeve, programeve që ofroj. Kushti i parë duhet të jetë që kontakti me veten, meditimi. Është një instrument që unë nga eksperiencat e mia si këshilluese, mund të them një seancë meditimi personale me veten tënde është barazvlefshme me 5 seanca terapie që bën këshilluesi apo këshilluesi, psikologu, terapisti. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra duhet pranoj meditimin. 2, duhet ketë disiplinë. Duhet futet në program dhe të ketë disiplinë. Dhe treta, ai zhvillim. Kush është disiplina në program? Ku i thoni ju duhet hyjë në program dhe të ketë disiplinë? E para duhet zgjedhësh programin, ka disa programe zhvillimi, varet se çfarë ti preferon. Dhe më pas disiplina do thotë që detyra që unë jap, meditimin që unë do të jap, ti do ta zbatosh. Unë e kuptoj. Kur për shembull studenti, po e quaj studenti tash se s'du t'i them as pacienti as klienti, se s'mund të quhem kështu. Studenti është fjala më. Unë si dukem nëse ti bësh mentorimi. E para duhet të zgjedhësh programin, duhet të kesh disiplinën e meditimit, duhet ushtrimet, mindfulness, duhet i zbatosh ato, duhet të jesh në proces rritje.
Me fjalë Pavarësisht ritmi është shumë personal. të gjithë ju që keni dëshirë të keni sonidën mentore, pra të ndihmoj të meditoni, të ndihmoj të kaloni probleme apo vështirësi, apo të rigjeni veten, të gjeni energjinë tuaj dhe keni dëshirë të kontaktoni me sonidën, pra kontaktoni sepse sonida i pas ka dhe mentor, pra jep të gjitha këto mundësi, këto ushtrime dhe për lekët nuk pe pyesim se sa kushton, po kush do që të flasë në personalisht me sonidin, pastaj tregon vetë. Kjo është kontratë personale, po, është po them pra nuk po ta s'ka arsye ta të pyes për këtë, por gjithatë që kanë po, dëshirë. Unë kam marrë parasysh gjithashtu edhe diferencën realitetin shqiptar, e kuptoj, nuk shfrytëzoj le të themi të keqen pa mundësinë e tjetrit, absolutisht jo, sepse puna ime do më shpërblet financiarisht vetëm nëse më shroj vlerën. Nëse unë nuk më shroj vlerën, unë nuk shpërblem financiarisht. Kjo është ajo, kjo është sekreti financiar i imi. Kjo është edhe pjesa humane që unë nuk e arri. Pos më shrova vlerë. Absolutisht. Sonida, ju s'keni shumë kohë në Francë, pak vite me fjalën, keni në Francë. Unë kam 4 vjet. 4 vjet në Francë. Sa ka ndikuar Franca tek ky ndryshim i jote? Pra, nëse ti bën një krahasim me sonidën në Shqipëri dhe me sonidën në Francë. Jam kaq mirë njohse që Franca më ka mirë prit. Jam kaq mirë njohse sepse ikja nga Shqipëria ishte e dhimbshme sigurisht, se kisha menduar asnjëherë më përpara. Le të themi që ishte një nismë e bashortit tim dhe mu deshta ndiqja, por jam kaq e lumtur sepse dola nga një strukturë e ngurtë, nga një, le të themi, matrix do t'i them, sepse kështu quhet. Dhe u bëra një shpirt i lirë. Franca, unë nuk jetoj mes dy, këtu shikoj që njerëzit kanë humbur rënien. Zemra në Shqipëri, domethënë trupi është këtu, jo, nuk jam në këtë gjendje. Unë jetoj në dy horizonte. Nuk jetoj nuk jetoj në dy realitete, në dy horizonte të ndryshme. Franca më ka pasur, kam gjetë qetësinë. Është e çuditshme, po njerëzit tu gëzojnë një qetësi të jashtëzakonshme. Me fjalë, ju nuk jeni si ata emigrantët që thonë ëndrat i shohë Shqipëri dhe gjumin e bëj, po themi në Francë. Këtu të lind ndjenja e rënjes tënde kulturore. Këtu, pavarësisht se ti ikën i zhgënjyer, të duket sikur tu mbyllen gjithë vizionet, vjen mendo që këtu gjithçka është e hapur. Nuk është realiteti ashtu siç e ke imagjinuar ti. Realiteti edhe këtu është, ka sfidat e veta, por unë këtu kam zgjedhur të marr më të mirën, të prezantohem me fuqitë e mia dhe të kem një këndvështrim pozitiv. Le të themi, unë shikoj gjërat si burim. Qyteti ku jetoj tani është një qytet i vogël, sikur unë jam këtu në qytetin tim fëmirisë atje në Tropoj. Dhe ishim pak kënaqur, është një qytet që nuk ka turizëm dhe që gjithë kosa në koshë, ky qytet nuk duke krahasuar me Strasburgun, me Kolmarin, ke parasysh, çuna erdhen gjërat dhe ankoheshim dhe profesori më thot një ditë, madje mjeshtri po e them, e kisha ftuar në shtëpinë time, doja që ta njifte dhe bashorti dhe fëmijë. Edhe burrim po ankoj, po thoshte, ky qytet është koti fare, ku zgjë bukur. Dëgjoj thaj, shikoj tha me mirësi, shikoj si burim, tha, kur ti ta shikosh me dashuri këtë qytet, do të hapen, tha, shumë porta, do të hapen shumë mundësi. Shikoj tha këtë qytet me dashuri, ndrysho shikimin. Këtë kam lexuar edhe tek Facebooku juaj, e keni pa shkruar. Ashtu, dhe kjo ndikoi, dhe fap, domethënë, nëse ti shikon mundësi, në shikon ato vinë, në shikon burime, duhet të jemi, dikush është magnetizmi, është fuqia që ne tërheqim nga ky realitet mundësit. Magnetizmi vjen nga mirënjohja, do të thush gjithkohës faleminderit gjithçka e çdo momenti të bukur dhe ta ndjesh këtë me emocion dhe duke e ndjer, ti krijon magnetizëm, të vinë dhe më shumë mundësi, të hapen dhe më shumë dyrë. Tani të besohet që unë, pavarësisht në gjendjen që jam, akoma nuk është se jam
jam në procesin e integrimit dhe jam ftuar nga një nga gjimnazet më të mëdha qytetit ku jetoj për të bërë një seminar me maturantët për menaxhimin e stresit para provimeve. Dhe kjo ishte ngjarje. Kjo është ngjarje dhe më kërkuan leja mund të bëjmë foto, ta nxjerrim te gazeta e Alzasit. E quajtën ngjarje ndërkohë që unë, sidomos në Shqipëri, ndërkohë që ti je shaje atë qytet, ndërkohë që ti je shaje të bezis qyteti dhe ja që janë hapur mundësit të pafund. Faleminderit që më mirë pret, faleminderit që më ke hap dyrë, faleminderit që kam mundësi të kem me njerëz të mrekullueshëm, me profesor që vullnetarisht kam mësuar brenda 3 vjetëve, kam arrit të marr një certifikat B1 gjusë franceze dhe po punoj për B2-shin. Po gjitha janë punë vullnetare, njerëzve që kanë dashamirësinë për të na ndihmuar, për të na zhvilluar. Patjetër, absolutisht. Mos e vlerësoj unë. Sonila, ju keni studuar edhe antropologjinë dhe çfarë ka mësuar antropologjia për evolucionin e njeriut nga aspekti kulturor, shpirtëror, pra si e shef sot? Ku jemi sot? Unë mendoj që antropologjia është shkenca është baza e shpjegimit çdo fenomeni. Sepse ne jemi rritë në terrene psikoetnike të veçanta. Unë jam Sonila me gjak shqiptar. Unë nuk mund të kem gjakun viking. Unë nuk mund të jem franceze. Është vërtet që edhe në kulturën franceze ka ekzistuar rreca, i kemi thënë asaj që lanin rroba tipu gjyshet tona. Unë nuk mund të jem, rrënjët e mia kanë përcaktuar identitetin tim etnik. Unë jam Sonila dhe duke qenë Sonila, ardhja ime këtu nuk më tjetërson. Nuk përkundrazi, unë kam mësuar këtu të pranoj gjithë kultura, që ishte vështirë në fillim. Dhe tani gjëja më e çuditshme që tu ndoshta kesh profesionale mes nesh si të fushës. Këtu është një shoqat e cila këshillon profesionistët, psikologët, punonjës social, këshilluesit, kur ata hasin vështirësi me klientët e tyre që vinë nga tradita, nga vendet e tjera, dhe unë jam një nga ato që quhet unë jap një dëshmi. Unë jam një nga ato që ka marrë përsipër të shpjegoj nga ana antropologjike, kulturore, kontekstin psikosocial, psikoetnik të komunitetit rom egjiptian. Sepse ata ndjenin shumë vështirësi, nuk arrinin dot ta kuptonin dhe donin ta kuptonin kush është norma. A është normale, më thoshte mua, që një fëmijë 10 vjeç pin kafe, që nëna dhe babai ja bëjnë kafen dhe i ndezin cigare? A është normale për këto komunitet? Pra, ajo nuk e kuptonte dot këtë gjë. Nuk e perceptonte dot një psikologe franceze që të ndodhi kjo në një familje. Sepse edhe këtu është problem kjo pjesë, sepse psikologu gjerman me një shqiptar e ka shumë vështirë ta kuptoj, sepse e ka rrënjën gjermane, e ka rrënjën e vet dhe po patjetër. Ti e kupton ti atë prindin që del lakuriç para fëmijës dhe lahet lakuriç? E kupton ti si shqiptar? Absolutisht. Ti e kupton? Pse? Se ti je shqiptar, nuk e kupton. Patjetër. Kjo është diferenca. Kjo është antropologjia, përcakton rrënjën. Dhe rrënjët nuk janë vetëm unë. Rrënja është gjithë kujtesa, le të themi, është kujtesa fisnore që gjendet brenda meje. Dhe në procesin e meditimit, unë kam shëruar gjithë rrënjën time, po themi linjën e gjakut. Unë kam shëruar linjën e gjakut, sepse ne mund shërojmë dhe linjën e gjakut, në qoftë se një plag në familjen tonë, në genealogjinë tonë, ekziston një plag dhe ajo trashëgohet dhe ti arrin ta kurosh atë plag, ti fal e falenderon atë plag se të ka rrit, e fal dhe e lëshon ti të kurosh gjithë linjën e gjakut. Si mund të shohësh problemin e dikujt tjetër? Marr një shembull, nëse në familjen time, supozojmë, është një problem që përsëritet, kalon nga
po marrim Okej. një thjesht marrim problemin e egos, Po. Jo, në familjen time nuk ekziston egoja, Jo, po mirë, thuaj familjen time, po jam familjen time, s'ka problem. Nuk ka problem për shembull. Jo, nuk ekziston tek familja ime personale dhe po gjet tani kështu si shembull. Po mirë, mos e pe marr unë për si, po nuk është problem, po thjesht të shpjegojmë shembull. Po, pikërisht. Jo, unë nuk kam të them asnjë gjë, unë nuk kam kompleks. Familjen time ekziston vetëm mbështetja, lidhja e fortë, janë, por ndoshta edhe kjo ka atë anën tjetër, sepse ndikohesh tek vendimet që merr. Nëse linjën time gjakut. Pikërisht për këtë desha të thosha. Unë nuk e kam. Mund të bëj një pyetje drejt për drejt. Duke patur parasysh që ju keni ndërtuar vete, keni gjetur qetësinë tuaj, pra kemi kaq shkoj që po flasim dhe pra ju e keni stabilizuar totalisht veten spiritualisht dhe me energjinë tuaj. Po normalisht në familje ka vendime të tjera, ka debate, ka vendime që duan marrë dhe si ndërtoni këtë lloj debatesh, po themi brenda familjes. Po themi debate, po flasim si çdo familje që ka debat për një vendim, për të vajtur për pushime diku, njëri do diku, tjetri do diku tjetër. Patjetër. Sa është e vështirë të menaxhohet kjo nga një spiritualist? Nëse ruhet qetësia, atëherë qartësia është të ndihmon thjesht në ritmin e gjithçkaja. Unë për shembull, ndryshimi im ka ka ndryshuar edhe frekuencat e shpinës time. Ndoshta isha personi që mbartja më shumë ankth, ndoshta mbartja edhe emocionet e tjerëve, është pak dhe profesionale kjo. Sepse ti je si ai sfungjeri që je mësuar gjithmonë të mbartesh emocionet e klientëve, pacientëve etj. Dhe ndoshta isha personi që mbaja shumë ankth. Nuk mund bësh psikolog i mirë nëse nuk hyn në lëkurën e tjetrit, nëse nuk e kupton problemin. Patjetër. Edhe transformimi në qetësia ime, unë e shikoj që ka ndryshu, ka reflektuar edhe në familjen time. Edhe ata gëzojnë më shumë qetësi, gëzojnë më shumë besim, edhe sfidat, e kuptojnë domethënë siguria që unë ju jap, e kuptojnë që ka një ndryshim shumë të madh thjesht spiritualisht në familje, nuk ekziston më ankthi, nuk ekziston më frika. Kanë ardhur disa pyetje në Messenger dhe po përzjedh vetëm një, që kam një mik timin dhe na ndjek vazhdimisht në radio, jeton në Kanada dhe më thotë na përshëndet për emisionin, përshëndet ty, të falenderon që je sonde në këtë emision dhe thotë unë po ju ndjek thotë nga puna, thotë në kufje, por doja thotë të më bësh një pyetje zonjës Leonard. Si mund ta dallojmë thotë zhvillimin e një mendimi profesional apo të një mendimi të vërtet thotë nga të gjitha këto iluzione thotë që shpërndahen në internet thotë si motivimit. Pra kuptimin pra si mund të kuptohet ajo që më fal. E kuptova. Nga ato çfarë thuhet në internet, nga ato çfarë mund thotë një profesionist. Pak a shumë kjo është ajo kuptimi. Atëherë, e kuptova. Sot në emrin e spiritualistit ka shumë persona që abuzojnë. Shumë persona. Kjo është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë dhe që krijojnë iluzionin e suksesit. Domethënë krijojnë iluzionin e suksesit duke mos e pas eksperiencën e vet personale këtë gjë. Dhe ndoshta ajo që bën ndryshimin, them unë, ajo që bën ndryshimin është premtimi. Sepse unë nuk premtoj asgjë. Është një kontratë që bëhet vetëm me veten tënde. Është një kontratë që ti, nëse e merr përsipër, je edhe personi i cili je vëzhguesi i kësaj marrëdhënie me mua. Nëse ti shikon që gjërat nuk përshtaten, ajo që unë bëj nuk përshtatet me ty, është diçka që nuk mbështetet në ndjesi, nuk mbështetet në vizionet e tua, nuk është për ty ajo. Ashtu sikur se unë nuk mund të jem për gjithë një person, një mentore e mirë. Ajo është
Ashtu sikur se edhe për mua nuk janë të gjithë, unë kam zgjedh mentorin tim. Po, për mua se si e merr energjinë, mi se si të përcjellet. Është ti e teston, ti nuk beson verbërisht, sepse ky është problemi. Ne shohim me sy, por duke e pasur të mbyllur syrin e tretë, ne nuk shohim dot, nuk arrim dot ta kuptojmë. Por meditimi të ndihmon. Meditimi është ajo që ndërkohë që ti vëzhgon mendimet e tua, ato janë si ato ret, i lejo të kalojnë, po ti je qielli pastër që e kupton. Edhe atë që është mashtruesi, edhe unë për shembull e kuptoj, edhe ka dhe një gjë. Kur ti je njeri i pastër dhe i beson tjetrit, mashtrimi vjen tek ti se ti je një njeri i vërtet dhe ty të vinë pa e kërku, mashtrimit zbardhet në një formë që thu pa e kërku. Pra, të vjen shumë e qartë, në një formë. Dhe kjo është egzakt që faktë me tipin tim kjo ndodh. Selina, do një pyetje para fundit. Kush janë ato gabimet që njerëzit bëjnë më tepër në kërkimin e lumturisë dhe paqes? Ku gabojnë më shumë për të kërkuar paqe? Në fjalorin tim nuk ekziston fjala gabim, është totalisht ekzekutu. Pra nuk ka gabime. Çfarë ka? Nuk ekziston fjala gabim. Unë nuk kam bërë asnjë gabim në jetën time. Çdo gjë që kam bërë, e kam bërë sepse aq ishte mundësia ime. Programi im i mbijetesës më bëri që unë të bëj ato zgjedhje. Absolutisht. Atëherë, pyetja mund rrotullohet dhe mund të themi, kush është një prioritet që ti mund të vendosësh për veten dhe jetën tënde, që ti të arrish atë që do? Lumturinë. Lumturia nuk është destinacion. Lumturia është hap pas hapi. Domethënë, unë nuk pres të jem e lumtur 99 vjeç. Unë çdo ditë deri në moshën që unë mendoj kam bërë programim kuantik, kam bërë programim qelizor kuantik, mendoj që lumturia është hap pas hapi. Pra nuk është do jemi lumtur në fund kur ti ke mund të gjitha gjërat. Jo, nuk do thotë që ti paqja jote ekziston kur s'ka probleme, do ke gjithmonë probleme. Ligji i polarizimit është i padiskutueshëm, por unë di të ruaj paqen time, të mos huqen dhe time, të unë di të vibroj në këtë realitet, të mos ndotem, është si ajo lotusi, ajo lulja e bardhë që rritet në moçal, por ajo nuk lejon që moçali ta ndot. Kjo është fuqia e meditimit. Kështu që nuk e di sa ju përgjigja nevojës mikut tënë për pyetjen, po. Okej, me fjalë, është mik i radios, o nuk është se e njoh personalisht, por thjesht kemi krijuar kontakte kështu në gjatë emisioneve që na ndjek. Doja të bëj edhe një pyetje të fundit, ose kush është një mesazh i fundit i joti për gjithë ata që na ndjekin dhe si ne, apo këshilla jote, se si duhet ne njerëzit të jetojmë në atë mirëqenien shpirtërore brenda vetes. Atëherë, unë mund t'ju them të gjithëve që nëse ju e bëni stil jetë meditimin, nuk keni nevojë të bëni dikush tjetër, përkundrazi, ju keni thjesht nevojë të zgjoni potencialin tuaj brenda vetes dhe të ndriçoni vetdijen tuaj. Se kështu fiton ti, fiton familja, fiton e gjithë shoqëria. Unë po i orientoj drejt meditimit. Është i padiskutueshëm, domethënë, fuqia e meditimit. Është kontakti me veten tënde të lartë. Është zgjimi i potencialit tënd të vërtet. Është mëson të manifestosh trupi jot, mëson të manifestoj dëshirat, ëndrat që ti ke. Por nëse një sistem nervor është i agituar, është në gjendje autopiloti, është amigdala ajo që drejton, manifestimi është i pamundur. Është i pamundur. Do duhet të jesh gjithmonë në sforco, duke humbur energji, duke e djeg energjinë, ndoshta edhe duke e bllokuar energjinë. Është kaq e rëndësishme. Unë ju a them gjithë sepse jam vetë një
person që e meditimi më ka transformu jetën. Nuk mund të them më shumë gjëra se kaq. Kuptoj. Sonila, të jam vërtet mirënjohës pafund që ishe sonde me mua dhe me dëgjuesit tanë dhe sinqerisht jam i bindur që edhe dëgjuesit e kenë shijuar këtë bisedë dhe shpresoj që do jesh edhe herë të tjera, do kemi edhe bashkëpunime të tjera, ndoshta pra që të ndërtojmë tema të ndryshme apo komunikim të ndryshëm me dëgjuesit. Patjetër. Të falenderoj shumë. Pa diskutim me shesh, jam shumë mirënjohëse për këtë mundësi, edhe falenderoj të gjithë ata që më dëgjojnë dhe e vlerësojnë fjalën time. Ashtu siç thash edhe në fillim, unë nuk jam këtu për të bindur asnjëri, jam thjesht në versionin tim autentik, jam vetvetja e pa absolutisht, domethënë nuk jam për të bërë përshtypje, përkundrazi jam për të përcjell atë dije që për mua është gjëja më e rëndësishme në këtë epokë që ne jemi futur. Besoj se e mbylla me kaq. Shumë e qartë. Të uroj një verë të mbarë, të uroj pushime të mbara, të uroj suksese në çdo hap të jetës dhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe nga ju. Natën e mirë, fundjavë të këndshme. Gjithashtu faleminderit. Mirupafshim. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonde me zonjën Sonila Mëgjeçi Proni, me të cilën u përpoqem të flasim, të komunikojmë për meditimin, për energjinë, për ndërgjegjen, për psikologjinë dhe për shumë çka, pra ku mendoj që ishte një emision vërtet interesant, një emision që kishte informacione të pafundme, sidomos drejt meditimit dhe drejt gjetjes së vetdijes tonë, drejt komunikimit me veten tonë, se si ne duhet të bashkëbisedojmë me veten tonë. Pra, të nderuar miqtë mi, duhet të gjithë të dimë të flasim me veten, duhet të gjithë të dimë të komunikojmë me veten, të njohim veten tonë, të ngjallim, të ringjallim, të riforcojmë vetdijen tonë, sepse brenda nesh është çdo gjë, brenda nesh është zgjidhja dhe brenda nesh është koklavitja e problemit. Njeri në këtë jetë pa probleme nuk ka, por në këtë jetë nuk ka problem që nuk te kalohet. Mjafton që ne të rrisim ndërgjegjen, të rrisim vetdijen tonë, të komunikojmë me veten, të njohim veten më mirë, t'ju shmangemi atyre ku ka negativitet apo pra sepse ne vibrojmë në univers, ne jemi energji në këtë univers dhe jo çdo kush prej nesh, secili prej nesh ka energjinë e vet. Dhe sikur se ne kemi energjinë tonë, edhe ai që është pranë nesh ka energjinë e vet. Pra kjo nuk do të thotë që çdo kush që është pranë nesh duhet të jetë i përshtatshëm për ne, apo ne duhet të jemi të përshtatshëm për ata, por ne duhet të kuptojmë me energjinë tonë se me kë rrethohemi dhe me veten tonë se si të ndërgjegjësohemi. Gjithsesi, unë uroj që të keni marrë informacione të duhura, shpresoj që të ketë qenë një emision i këndshëm edhe për ju. Ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për vëmendjen, ju përqafoj me zemër për kohën që më dhuruat sonde dhe duhet t'ju lajmë edhe një herë që emisioni Horizon deri në shtator ky është emisioni i fundit. Në Window Radio me datën 15, pra ne mbyllim si sezon të rregullt me emisione, por kemi menduar dhe do mendojmë që do kemi edhe emisione verore, pra dhe do kemi të tjera cikle emisionesh. Kjo nuk do thotë që ne nuk do kontaktojmë dhe nuk do komunikojmë njëri me tjetrin, por do jemi në një mënyrë ndryshe dhe në emisione me stil tjetër. Pra, do ju thoja dhe do ju ftoja që të ndiqni përmes platformave Window Radio, sepse ne jemi duke menduar që nuk do jemi në çdo emision në Facebook, pra ose të paktën gjatë verës do jemi në emisione vetëm në radio, pra radion sikur thash mund ta ndiqni pothuajse në çdo platformë ndërkombëtare të transmetimit të radiove, po ashtu dhe në website-in zyrtar windowradio.de. Pra do ju
jo do i lutesh, është çështje zgjedhjes tuaj, por të gjithë ata që kanë dëshirë të na ndjekin apo të ndjekin Windows Radio apo të ndjekin emisionet tona, ne gradualisht do largohemi nga transmetimi live në Facebook. Pra do jemi vetëm në transmetim në radio për 1001 arsye, sepse Facebooku ka ato rregullat e veta, shumë këngë nuk transmetohen, shumë këngë që mund transmetohen Facebooku nuk i lejon. Kurse në radio, pra në emisionet verore, ne do jemi në radio dhe do jemi edhe me emisione pra me muzikë të përzgjedhur, me emisione të ndryshme, argëtuese, rinore, etj. Pra, ju përqafoj, ju frendoj përsëmërsisht mos e largoni nga Windows Radio, sepse edhe DJ Bledi përpiqet në maksimum dhe zgjedh muzikën e re, zgjedh muzikë të ndryshme, këngë të ndryshme. Pra dhe ne do jemi vazhdimisht të azhërnuar me ju dhe ju me ne. Përqafime nga unë, natën e mirë, kalofshi mirë dhe fundjavë të këndshme. Horizont nga Leonard Koja në Windows Radio.ai.